Niset misia mes Danjës dhe Eglit, çfarë i ktheu banoret nga shoqja në armike. Raporti mes Danjës dhe Eglit duket se është krisur në 2 ditët e fundit. 2 banoret, para disa kohësh ishin shoqja dhe më pas u kthyen në armike duke debatuar me tone të agravuara. Ky debat ka përfshirë edhe banorët e tjerë në raportet e tyre në lidhje me Danjën dhe Eglin, teksa në Prime u përcoll kështu. Danja, Prime-in e shkuar, unë i kërkova një fjali të caktuar që më është kërkuar në një moment të caktuar, jo në lidhje me raportin tim me Eglin. Nuk e pse e merr për ulje fare. Ajo është një fjali që nuk ka nevojë të bëj ty të ndihesh keq. Të them të drejtën, për mua ti je problemi më i vogël. Unë i kam jashtë ata njerëzit që janë aty për shoqërinë. Unë ty nuk të kam bërë dëm, përveç faktit që të kam qëndruar afër. Moj Danja, mos më bëj mua, sepse kemi qëndruar bashkë dhe unë nuk i kam përmendur disa gjëra që dija në lidhjen tënde me Gjestin. Të kërkova diçka për mua që më ndihmoje mua. Mos e merr për ofendim dhe ulje. Nuk e bëre, s'ka problem. Egli, në fakt çdo gjë nisi në Prime-in e kaluar, që Danja më kërkoi që unë të bindja koltukun e kuq, që Danja arri me mua. Danja, këta nuk i kam bindur unë, e jo më ti. Unë të kërkova thjesht ta thuash, mos manipulo shumë. Egli, më lër mua të manipuloj. Danja, ti egzageron gjërat. Egli, më kërkua që të thoja kundrejt koltukut të kuq, se Danja arri me mua se kam kërkuar unë që të ri. Nuk e di pse më kërkoi që në ato momente atë gjë. Një moment po mendoja nëse e kam thënë vërtet atë gjë. Pastaj mendova se Danjës mund t'ja kem thënë një gjë të tillë. Unë nuk kam nevojë për shoqe, por fakti që ja kam thënë Danjës atë gjë është se ka tiparet e një shoqeje time. Fakti që unë zea është sepse ishte Rozana që e solli si fjalë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.